Mirëdita dhe përshëndetje miq të Partizani Channel. Rikthehemi me një tjetër derbi 6 veçare mes Partizanit dhe Tiranës, një sfidë e cila pritet të na dhurojë të tjera emocione këtu në Arena e Demave. Sot skuadra jon e drejtuar nga Elmar Serjani do të kërkojë të syndojë me patjetër rikimin tek fitoria, aty ku do të rinisi pra dhe një herë për të besuar deri në fund një rrugtim të gjatë dhe të suksesshëm. Sot kemi përballë Tiranën e cila momentalisht pozicionohet në vendin e 4, ndërsa Partizani vendin e 9, 3 pika diferenca, por Partizani vjen pas 2 rezultate jo të mira, ndërsa Tirana vjen pas një humbje në ndeshjen e javës së tretë. Ndaj dhe sot pritet vërtet me shumë interes, si shihet edhe nga pamjet, kemi një prani të konsiderueshme tifozë në të dyja krahët e tribunës së Arenës së Demave, ndërsa Gjerasin si gjithmonë t'ju njofsh me formacione e dyja skuadra, duke filluar nga skuadra bardhë e blu. Në port me numër 1 Xixi, me numër 4 Kasti, me numër 5 Ajazi, me numër 6 Bala, me numër 8 Qirëllari, me numër 11 Hakaj, me numër 14 Koçi, me numër 19 Masha, me numër 27 Halili, me numër 29 Lame dhe me numër 99 Hoxhaj. Ndërsa Partizani pra i drejtuar nga Elmar Serjani dhe i asistuar nga Çelmeta vjen me këtë formacion. Në port me numër 1 Hoxha, me numër 2 Mesidi, me numër 3 Demuçaj, me numër 5 Prebiba, me numër 6 Agaliu, me numër 7 Hidri, me numër 8 Hyseni, me numër 11 Çuçi, me numër 13 Çelemeni, me numër 22 Gjoci dhe me numër 77 Buçka. Pra gjithçka gati me të dyja skuadra që kryen ritualin e zakonshëm, ndërsa ky takim është besuar një trupe gjykuese mjaft të njohur në krye Tafili, pra Kesi Tafili, e asistuar nga Shyle Koçi dhe delegati i takimit është Buneci. Ju kujtoj që takimi javës 4 i mes Partizani Tiranës për 5.000 veçarat fatkeqësisht u mbyll me rezultat jo të mirë, por duhet të thënë që skuadra jon zhvilloi një lojë fantastike, edhe pse shpërdoruam shumë raste shënimi. Partizani Julian Kaçës u poshtë me rezultatin 0-2. Shpresojmë që kjo skuadër pra e 6 veçarëve në rikthej buzëqesh, në rikthej rezultatin pozitiv në këtë sfidë mjaft interesante. Topi i parë do niset nga skuadra e bardhë e blu, e vendosur nga krau majtja e ekranit krau verior, ndërsa Partizani pra në djathtë me të dyja skuadrat që vinë me uniforma tradicionale. Gjithçka gati e konfirmon dhe starton pra sfida e javës 4, derbi mes 6 veçarëve, edhe pse edhe një herë Kesi Tafili duan skuadrat ta rinisin, por që na detyroi edhe ne të rinisim kronometrimin tek sekonda e 14. Gjithçka gati me Tiranën që provon një sulm të shpejtë nga krau i djathtë me anë të Hoxhaj, provon të mbrojë dhe me forcë Demuçaj, i cili bën mjaft mirë teksa fiton të rivenia fundore, por në shkojnë më parë topi ka kaluar në vijën anësore pra. I përket Partizanit shkon Demuçaj. Provon me shpejtësi kapiteni Hidri. Johan Hidri bro. Agaliu e kalon në të djathtë tashmë tek Mesiti. Ka pranë Fabio Hyseni që lejon mosha, në një moshë të re vogël. Fabio do të kontribuojë në këtë sfidë, në këtë ndeshje mjaft të rëndësishme. Fabio që këtë vit, këtë sezon pra e ka nisur me skuadrën e 6 veçarëve, aty ku dhe ka bërë mjaft mirë, duke shënuar plot 4 gola në 4 takime. Një start mbretëlëns për djaloshin i ardhur nga Akademia e Flamurtarit nga Vlora për të nisur karrierën e tij e fanellën e kuqe. Madje golin e parë ka shënuar në derbi ndaj Tiranës, ndaj e njeh shumë mirë këtë skuadër. Shpresojmë që të njëjtën intuit, instinkt, vrastar në derbi ta ketë edhe këtë sfidë mjaft të rëndësishme. Është Hyseni.
Lëviz mirë, fullet nga qendra, gjithmonë Hyseni, shikoni çfarë bën Djaloshi. E hap lojën në krahun e Majt, por bllokohet ky pasim për Buçkën. Provon Tirana tash në të njëjtën mënyrë me shpejtësi, kërkon skuadra bardhë blu të vendoset përpara. Ky top drejt Hoxhaj. Gjithmonë Hoxhaj provon qendrën, krosimi drejt zonës, shikoni një skem, do të tregojmë kujdesshëm, largohet më në fund, por topi që mbetet në një pozicion goditës, teksa numri 6 ka fituar këtë faull, por u lejo avantazh për çast. Tashmë shikojmë vendimin, është ndërprerë, është Bala i cili ka fituar këtë goditë dënimi. Ishte një hamendësim, por mbas edhe një mosdëgjim nga lojtarët e dy skuadrave teksa vijuan aksionin normalisht. Tashmë Tirana që provon me një goditje dënimi të rrezikshme në një pozicion ballor. Pra nga një anë të tjetrën shikoni sa interesante do të jetë kjo sfidë këtu në arenën e Demave. Në një mod të ngrohtë, të këndshëm, në një prezencë konsiderueshme tifozësh, dashamirës, prindësh, lojtarësh dhe ambient shumë komod që ofron arena e Demave. Jo larg nga qendra e Tiranës, pra një projekt i Partizanit për një klub europian vijon sistematikisht të ndryshojë imazhin duke filluar nga infrastruktura deri tek menaxhimi, akademisë, lojtarët e gjithçka tjetër për të funksionuar me idetë e qarta. Një vendosje muri, një distancë shumë e konsiderueshme, është distancë e madhe për atë pozicion dhe me të drejtë protestojnë të gjithë lojtarët e Partizanit për këtë matje, le ta themi, i ka dërguar shumë në thellësi. Megjithësi dhe të shpresojmë që Partizani të mobilizohet për të shmangur një rrezik të mundshëm teksa po mbyllet e minuta 4, jemi drejt minutës së 5 së pjesës së parë. Ju kujtoj që takimet e 6 meçare luhen me nga 40 minuta për secilin pjesë. Bëhet gati Hakaj. Janë 4 lojtarë në mur dhe një i shtrirë, pra 5. Niset Hakaj. Goditja potente shkon lart kuadratit. Sërish Tirana provon të Majt. Provon Partizani të dalë. Bën mjaft mirë. Gjoci. Topi drejt Hysenit. Provon dhe herë Partizani, Hidri. Kjo spërkat del fitimtar lojtari i skuadrës së Tiranës. Edhe një herë provon me Ajazin. Topi drejt Çastit. Ja rikthehen sërish Ajazit. I cili kalon të djathtë tek Halili. E ka Ajazi. Cross drejt zonës. Provon Mesili, më pas Halili, mundësia duhet dalja e portierit Hoxha, i me një hershëm del portieri jon Ilir Hoxha, 15 vjeçari. Nga krahu tjetër Tirana ka një ish portier të Partizanit, pra kemi në port Xixin. Xizi ka zhvilluar shumë takime me Partizanin, por tashmë nga sezoni i ri, pra ka zgjedhur të jetë pjesë e rivalëve të kuq. Pro Tirana Bala. Kombinime të mira, largon Partizani. Pra Partizani në poshtë ndaj Shënkollit, ndërsa Tirana pra ka fituar 3-0 ndaj Apollonisë, është një humbje pak më e hershme ajo ndaj Vllaznisë, pra në stadin 3-0. Ndaj dhe sfida bëhet interesante teksa Shënkolli konsiderohet vetëm e parë me 9 pikë, i ndjekur nga Teuta 9, Tirana më vëdish 6, Vllaznia 6, Internacional 6 dhe Dinamo 6. Internacionali dhe Dinamo kanë zhvilluar nga sfidën e javës 4.
se skuadra kuqe pra vjen pas humbjes të siç e përmenda pak çaste më parë ndaj Shënkollit. Humbjes në Apollos dhe fitores i javës parë. Ndaj Internacionali, për mësat 4-1, vetë një fitore. Jeton që skuadra jonë prodhon shumë volum, loje, krijon shumë, por shpresoj që në vazhdimsi të kemi më shumë efikasitet. Le të shikojmë çfarë sjell kjo goditje dënimi tek sa Demuçaj. Bëhet gati të ekzekutojë këtë goditje dënimi. Topi ullot shkon në zonë dhe Rëmuj largohet në forcë dhe shoqëron Qelemeni. E dërgon drejt Hidrit, nuk kuptohet në këtë çaste me Hysenin që ushtron pressing. Ka shumë dëshirë Grint. Numri 8. Ayazi. Shikon lartë, luan thjesht. Për Qirollarin, gjithashtu dhe Qirollari një ish i Partizanit. Deri në group motion dhe në fazën e parë të group motion's 15 veçar, për sezonin që lan pas. Dhe pas u bashkuar Tiranës. Nuk përfitoi Gjoci. Shikoni, ka intervention ndaj Gjocit. Falë është në sulm, protestat drejta të pankinës së Partizanit. E vendosur është Tafili, të paktën nga një këndvështrim më pranë se në këndin ku ndodhemi ne këtu në tribunën e Arenës së Demave. Provon Hakaj. Gjithmonë kapiteni i skuadrës bardhë blu. Kërkon hapësirën, nuk i ndahet prej Bibaj. Hakaj del nga zona rotësisë. Tashmë vjen krosimi drejt qendrës Demuçaj. E më pas tentativa për të larguar nga Buçka. Largohet tashmë për Gjocin. Halili. Koçi. Deri saktë aty Demuçaj. Minuta e 10 është Tirana kërkuese, Tirana këmbgulse. Koçi Huseni që qëndroi lart për të pritur një top të gjatë për shfrytzuar kundër sulmin. Ervin Ansore i përket Partizanit, topi ka kaluar vijën, nuk ka mundur dot Ayazi. Është Demuçaj që ka pranë Çuçin. Është drejt Hidrit. Në përgjithësi për ul tashmë Çuçi, Hidri. Një prekë e lehtë për Buçkën topi, për më parë ka kaluar vija Ansore. Nxiton Partizani që tashmë provon të dalë përpara skuadra kuqe. Hidri. Në tokë arrin me farë mënyrë ta prekta, pasoj. Por tashmë shikoni humbet ekuilibrin Hakaj prej Bibaj. Me City e kërkon Hyseni. Topi është për të. Gjithmonë Fabio. Lëvizje me City. Krosimi bukur për Çuçin. Një prekje e lehtë, duhet ta shoqërojmë deri në fund, pasi në vështirësi mbrojtja e Tiranës. Topi ka kaluar. Ervin Ansore. Shkon jashtë tribunës, por kërkon diçka më shumë, kërkon nga të tijët Ermar Serjani. Edhe të ky veprim hapësira nga krau i majti Çuçi ishte madhe, mund të tentonte vetë, gjithsesi ideja për të asistuar për të provuar zonë nuk ishte e keqe. Por që maksimalisht të provojmë në çdo mënyrë për të marrë më të mirën. E ka Tirana topin tashmë. Provon të dalë përpara, në të majt, por më parë ka kaluar vijën e vet lojtari i Tiranës. Ederson e kupton edhe pse heziton disi asistenti i dytë, Koçi, për të ngritur flamurin do duhet ndërhyja Casey Takpilit.
topi drejt hidrit. Pre Bibaj. Gjithmonë pre Bibaj. Hyseni. Ja rikthen pre Bibajt. I cili shikon lart për lëvizjen e sulmit, por e kalon me thjesësi tek Qelemeni. Sërish në 13. Që të herë gapon të pasim, por Çuçi vjen në ndihmë dhe bën mjaft mirë. Stuart Çuçi ka marrë ndryshim nga pas. Ka fal. Demuçaj. Buçka, lëvizje e bukur. Shikon lëvizjen e Gjocit, por pasimi nuk është i fortë. Mbyll diçka Alili. Ayazi. E kalon në një zonë ku ndodhet Chastity. Në 4. Ayazi. Kërkot pressing nga Partizani. Nga bon në Ayazi, duke dorëzuar topin në financore. Tashmë kërkon të përgjigjet skuadra jon. Dal nga dal të marrë fushën dhe të rrezikojë në portën e Tiranës. Buçka. Gjoci lufton fort. Top së drejtë numër 8 Qyrillarit dhe ky fundit nuk arriti dot ta pasojë siç duhet, duke dorëzuar në tjetër vincore, sërish në të njëjtën pozicion ku nis pak çast më parë. Të ngul Demuçaj në rivendje të forta, në rivendje të gjata, fiton metra, fiton hapësirë dhe sposton skuadrën në gjysmë fushën e Tiranës. Buçka, tjetër financore, po afrohemi tek zona e 16 metrave. Dhe tashmë do të kërkojmë maksimumin në këtë zonë për të rrezikuar, për të provuar vjen në ndihmë dhe Agaliu, që e kanë kontroll për një çast gjithmonë Agaliu, provon ta hedhë drejt zonës së Hysenit. Është kundërshtim i Tiranës, duhet të tregon kujdesshëm. Ai ishte Bala i cili dërgoi të majtë sërish Bala për Hakajn, i cili në vështirësi prek pak, por duke dorëzuar me thjeshtësi tek portieri Hoxha. 15 minutë. Skuadrat kalojnë në një lojë të kujdesshme, por edhe me dëshirë nga të dyja palët. Në pritje të gabimeve. Shfall, goditje lirë për Partizanin. Që të ekzekutohet nga Mesidi. Prisel Mesidi, në zonës e Gjocit. Provon Gjoci, shkilje në fund. Zizi. Çuçi. Hyseni. Ka shkarkuar faull Hidri. Edhe njërë provon Tirana, Ayazi. Çasti. Në vështirësi numri 4. Për paksa nuk rrezikon, por tashmë Tirana mund provoj. Sulli nga Krowi Majt. Gjithmonë topi drejt zonës, nuk arritot Demuçaj. Por një çast dhe Hoxha. E kishte vështirë. Bibaj. Rrezikojmë shumë me këtë pasim, shikoni hapësira, mundësia, po vjen kjo spërkat e Hidrit. Në vendimtare Hyseni, gjithmonë Fabio Hyseni. E sposton lojë të majtë Buçka. Shikohet lëvizja e Demuçaj. Gjithmonë Buçka.
për Pret Bibaj, rrezikojmë edhe në këtë çast, por duhet të regojmë të kujdesshëm, shikoni pasi janë topat tonë, është loja jonë, fusha jonë, ndaj dhe të tilla gabime do na kushton shumë. Ka një moment pa qartësie. Si në tjera aksione Partizani më të marrë më shumë, duke parë vendosja e Tiranës. Shikojmë Halili në zonë, ndërhyn Demuçaj, ka faull në sulm. Demuçaj. Vjen në ndihmë Gjoci. Demuçaj në hyn sakt. E ka Halili, e ka lënë pas tek Ayazi. Çasti. Ayazi. Pasim të shpeshta, pas të më 4, në 5. Për të kryer diçka si këto çaste teksa Koçi i provon me këtë goditje të fortë, jashtë skuadra e shqyrton dhe Porti Hoxha. Minuta 19, provon Tirana. Është shkelmimi i Qelemenit drejt Gjocit, i cili duhet të luftojë për ta mbajtur në kontroll, po bën një prekje të lehtë, tashmë Halili. Edhe njëherë Gjoci mbetet i dëmtuar, loja që vijon normalisht me Ayazin. Zon ta luaj lojën Tirana, por këtë çaste tregohet korrekt Bala duke respektuar fair play teksa Gjoci ka mbledhur i dëmtuar. Ndërsa gjithashtu të një tjetër lojtar i Tiranës shfaq shqetësim. E kërkon mjekun, e kërkon ndihmën. Pritet vetëm konfirmimi i gjyqtares. Keisi Tafili që kërkon ta shoqëroj drejt vijës. Pra një tjetër sfidë e rëndësishme është ditën e nesër në Rogozhin, ajo e 8000 vjeçarëve mes Gnatjes dhe Partizanit. Me shpresën që skuadra e vjeçarë do të vijojë atë ecuri fantastike mbretërore teksa ka shënuar plot 19 gola në këto 4 javë. Hyseni. Topi gjatë për Gjocin, e duhet vendosësh në punë shpëndësimin e tij për të ushtruar pressing deri në limite teksa Tirana kërkon të dalë pasime të thjeshta nga Xhizi tek Ayazi. Halili, në saktë në 6 Agaliu. Edhe njëherë, këtë top i dorëzuar në vendin anësore për Partizani tashmë. Minutat kalojnë, të dyja skuadrat shfaqin shenja le të themi pasigurie, por që shpresojmë që të kemi një lojë akoma më të bukur, më të rrjedhshme në minutat e vazhdim. Buçka. Një Buçka e mban me forcë. Reziston disa ndërhyrjeve, provon me këtë rekuperim, por e ka të vështirë. Niset Tirana, Qelemeni që e shoqëron deri në limite, teksa Hoxha me qëllësi vjen dhe e pason me shpejtësi tek Bregaj, dijes Pret Bibaj. Pret Bibaj i topi gjatë, shkon në zonën e Xhixit, i cili ka dalë nga zona e tij për të asistuar për Ayazin.
Halili. Qirolari. Ayazi. Qastli. Shkon ka hapësira numri 8 Qirolari. E kalon të majt. Koçi. Pjesë Shmasha. Tashmë Koçi. I cili provon tek Bala. Skusorve e mirë tek numri 99 Hoxhaj. Në vështirësi po arrin ta kontrollojë Hoxhaj. Provoi ta dërgonte tek Koçi, tashmë mundësia për të dalë. Nuk del Partizani, jep tjetër shans në si Tiranës për të provuar me Qirollarin që fiton këtë goditje dënimi. Tjetër goditje dënimi, pozicion ballor tashmë, por që duhet të tregojmë të kujdesshëm. Tre lojtarë në mur. Qirollari dhe Hakaj është më pranë pra Hakaj, i cili do të provojë, por gjithashtu një alternativë është Koçi me të majtën e tij. Le të shikojmë. Hakaj godet Tokazi, thjesht qet për portierin Hoxha. E cili shkelmon tek zona e Hysenit. Lufton fort Hyseni, por është shkaktuar falli sul. Provon Tirana. Bala. Gjithmonë Masha, por tashmë Jazi. Qirolari. Është Tirana që ka marrë përsi në kontrollin e topit në këto 25 minuta pra. Të para dhe provon të marrë iniciativën si në këtë çaste, një moment i rrezikshëm. Agaliu largon Demuçaj, e shkelmon me forcë. Një zonë ku ndodhi vetëm Çasti dhe portieri Xhixhi. Vjet nga dalë Skorejon, por e kujdesur. E vjen Çasti. E kalon tek Qirollari. Ushtron pressing Hidri. Kapsia Tirana. Bala. Niset. Në të majt Masha. Futet në zonë Masha. Do të tregon të kujdesshëm. Shikoni Hyseni. Rekuperon mjaft mirë. Hidri. Me Sidi tashmë. Ka pranë Hysenin. Lëviz mirë. Ky pasim në kuptohet. Me Agaliun. Buçka. Hoxhaj. Gjithmonë Hoxhaj, futet drejt zonës, mbull Demuçaj, tashmë Buçka. Edhe një herë Hoxhaj. Është Demuçaj që mund të nis. E Gjoci do të tregon të kujdesshëm në këtë çaste. Pasi mund të shkojmë tek ndeshkimi. Lojë pa top. Hakaj. Nuk arrin dot. Dëmon ishte Agaliu, nuk arrin dot ta mbyll, tashmë mbull Qelemeni. Ilizia Buçka. Sërish Tirana. Bala. Forcë mban Hakaj. Bala. Hyseni. Ilizia bukur e Fadius, shikoni niset Hyseni. Shkon lart dhe asiston për Çuçin. Gjoci
Një prek e letë, mundësia për Buçkën. E kërkon Çuçi. Shikoni ka hapësira. Topi për Çuçin, shumë i fortë. Gjithsesi mund të arrijë Çuçi, që ka pranë dhe Hysenin. Mesiti. Gjithmonë Mesiti. Shikoni mundësi mirë për Partizanin. Buçka është në zonë, kërkon të majtën, e godet, bllokohet, shkon në këndore. Tashmë është mundësia për të krijuar, për provuar nga kjo goditje këndi. Sepse duhet të merrem më shumë këtij aksioni. Gjatë, të bukur, të shpejt, por që në momentin e finalizimit humi pak atë ritmin, agresivitetin, duke fituar vetëm këtë goditje këndi ku mund të vëmë më shumë. Gjithsesi shikojmë çfarë sjell teksa Stuart Çuçi e kroson drejt prej Bibajt. Një goditje që shkon në bllokohet nga mbrojtja e Tiranës, sërish numër 5, Idernik prej Bibaj. Tjetër krosim i bllokuar. Agalliu lufton fort, bën mirë, Mesiti. Brisel Mesiti. Përdullohet, lëviz mirë. Ka marrë goditje, pretendon për një faull, nuk ka asgjë, thot koçi që është pranë, por gjithashtu dhe Tafili. Është një kundërshtim i shpejt Tiranës nga krau i majt. Nuk tregon të kujdesshëm. Në zonë, por më parë topi ka kaluar, gjithsesi ndërhyr për te Hoxha. Dëshiron Tirana. Bllokohet Rustami këtu në arenën e Demës, skuadra e Tiranës që shënon duk sigur topi shkaluar vjelës, por gjithsesi nuk ka pasur përtendime nga radhë skuadrës së Partizanit. Nga një faull, nga i përmendim për një faull, pra pak çast më parë tek ndërhyrja ndaj Mesitit në një kundërshtim të shpejt. Shënon Tirana. Të gjithë kanë pretendime për atë moment, për atë faull, për atë çast ku Mesiti Lamaj është autori i golit. Numër 29. Luhet minuta 30. Partizani e lidhuar ta nis nga mesi i fushës. I topi gjatë drejt Hysenit. Kontrollon mjaft mirë Hyseni. Shikoni vetë nga 3 lojtarë. Heziton shumë në këto çaste. Kesi Tafili për këtë faull do duhet reagimi lojtarit për të ndërhyrë. Është një sfidë që prit të ketë të tilla episode, tension, momente, por gjykimi pra të jetë i vendosur, drejt për drejt, i prerë. Le të shikojmë çfarë sjell kjo goditje dënimi teksa Brisel Mesiti bëhet gati të ekzekutoj një pozicion kryesues, por le të shikojmë. Jetë kjo një alternativë drejt portës apo një krosim drejt zonës ku janë vendosur këtë 7 fanella krosimi, zonë Çelemeni provon tashmë Agalliu e është një goditje, por nuk ishte vendosur mirë për të goditur Agalliu, ndaj dhe vështirë për të kapur kuadratin atë pozicion. Gjithsesi e provoi numër 6 Siar Agalliu. Edhe Partizani, Gjoci, Hyseni, i mihershëm krosimi, provon Hidri,
Ka faull në sulm, nuk arrit dot Buçka të rrezikojë, atje shkaktoi faull, duhet ndërhyrja e mjekut të skuadrës. Edhe një herë tregohet shumë i rrezikshëm me krosimet, me vendime, veprimet e tij Hyseni, por fatkeqësisht nuk i kemi marrë maksimumin. E teksa jemi këtë kjo ndërprerje, gjë rastin t'i kujtoj pra që këtë fundjavë vetëm 3 takime kemi, le të themi, aktivitet me 3 skuadra, pra 15, 16 dhe 18 vjeçarët. Momentalisht një nisje jo e mirë me 15 dhe 16 vjeçarët, por që është besojmë që në vazhdim kemi rezultat pozitiv për 18 vjeçarët. Aldo Duros që ndodhen në kuotën e 6 pikëve në 3 ndeshje, me gol average i frikshëm pra 12-2. Kërkon Tirana. Tjetër aksion nga Kraudjaf Hoxhaj. Krosimi drejt zonës, provon dhe bën me saktësi Ilir Hoxha i Partizanit. Dhe ka dhe faull ndaj tij që nisën me shpejtësi nga në zonën e Mesidit. Shikon lëvizjen e Hyseni, shikon mundësia mjaft e mirë Fabi Hyseni, vëshon drejt zonës Hyseni, gjithmonë Hyseni provon edhe ndërhyrja vendimtare, por shikoni ka mundësi tjetër Hyseni, e ka në kontroll. Ishte Çasti i cili bëri ndërhyrje mjaft e mirë, e më pas kjo pretendim për penalti, nuk ka as penalti, as goje këndi, as gjë sipas gjyqtarës Tafili, por gjithë në kënd. Për këtë moment Çast vërtet pretendimi në pankinë e kuqe dhe në tribunë. Heftitar në keq, pasi asistenti koçi nga distancë shumë e largët këshillon gjyqtarin Kesi Tafili për karton të verdh ndaj pankinës ku është shylle në pranë, gjithsesi për vendim nuk po bën në diferencë të madhe, por që vërtet ka dalë keq. Pasi momente vërtet delikate në futboll. Shikoni Çuçi. Gjoci, mundësia, lëviz mirë Gjoci, por në fund e dorëzon shumë lehtë. E dorëzon shumë lehtë Gjoci. Mund të më mirë në këtë çast se Partizani me Gjocin. Çasti. Ayazi. Shfaqe atencionin mbrojtja e Tiranës, ndaj duhet të shfrytëzojmë këtë moment teksa më pak katër minuta pra, teksa e 36 po mbyllet. Dhe Tirana ka një mundësi nga Kreu Majt. Ndryshon Vala, futet drejt zonës për lëvizjen e numrit 29, autori të golit. Lamajt. Ka një pozicion të jashtëluaj që do të niset me shpejtësi në skuadra kuqe. Çuçi. Nuk arrin dot ta kontrollojë tashmë është Tirana. Balaj, Kespekat e Hidrit. Hyseni, lëviz bukur, gjithmonë Hyseni. Provon për Buçkën. Ideja mjaft e mirë, por nuk shkon ky top. Për Buçkën, i cili u nis drejt zonës. Demuçaj. Buçka.
Humbet kontrollin. E ka Balaj. Gjithmonë Tirana. Kërkohet këtë top drejt Lamajt. Shpëtoi Hoxha. Që me qëtësi, pasim të drejt Agaliut. Me City. Hidri. Edhe njërë do duhet një sforcë në mbrojtjes së Partizanit për të rekuperuar topi në një zonë ku duhet të tregon kujdesin që Lemeni ndërhyn sakt e më pas Demuçaj, por e ka në kontroll Hoxhaj, i cili me një pas të thjeshtë nuk kupton Rivin Ansori për këtë Tiranës. Edhe një herë provon Qirullari. Qasti. Bëhet vërtet interesante sfida teksa Tirana vazhdon të provoj mbaj Partizani gjithë fushën saj, por dhe skuadra kuqe që kërkon të befasim me aksione shpejta. Tashmë shikojmë dhe Hyseni që spostuar në krahun e majt, ndërsa Buçka në të djathtë. Mase për të marrë më shumë nga këto dy djemë në sul Qelemeni ndërhyn sakt. Afro Gjoci. Qasti. Prajazin. Në djathtë tashmë Halili. Provon të fillë drejt qendrës. Nuk i nda të Hyseni. Mund përfitojmë se në këto qaste ku Buçka duhet një pasim i shpejt, por reziton Buçka. E mban gjatë në kontroll duke dorëzuar më pas. Vërtet nëse do na duhet të luajmë pak më thjesht, mund të marrim më të mirë. Çastin ku Agallio po e priset të pas, e me pas aksioni që nuk vjen tek Hyseni. Shikon mundësi e mirë, por do të tregon kujdesshëm, vazhdon Gjoci drejt zonës, Gjoci, mundësia bllokohet nga Xixi. Në vështirësi Tirana, por edhe një Partizani mund provoj, sërish Gjoci. Nuk kanë do të marrë maksimumin duke goditur në trupin e portierit. Hidri, mjaft fort, duan Johan Hidri. Gjoci një prek e lehtë. E mirë për Çuçin, i cili lëviz mjaft bukur, shikoni Gjoci. Tentativa për goditje, Buçka tashmë, mund ta provojë dhe ai, pse jo? Por e humbet Buçka dhe jep mundësi Tiranës për provuar në një kundërsulm. Teksa Bala e kalon në të majt. E numri 21 Lamaj ka mbetur i dëmtuar Hidri, por loja që vijon me ata e Tiranës që futet drejt qendrës. Koçi. E më pas kjo goditje, shikoni grushton Halili. Yes, Hoxha, ishte Halili që provoi më sa duket. Por prej minutash kërkoi një ndërhyrje, një ndërprerje më saktë teksa Johan Hidri ka mbetur i dëmtuar. Ishte një ndërhyrje fantastike e Hoxhës. Vërtet vendimtare. Pasi jemi në minutat shtesë, një gol i dytë i Tiranës dhe bënte totalisht të komplikuar sfidën për të dalë me një rezultat pozitiv në këtë derbi. Jemi në dizavantazh të një goli, por ka shumë lojë dhe mund të arrijmë të marrim më të mirën. Ngrihet nga dal Johan Hidri. Tashmë Tirana do provoj me këtë goditje këndi. Shkon drejt qendrës, e rrezikshme, shikoni ndërhyn Hoxha.
i cili nis me shpejtësi me City. Kemi hapësirë, kemi mundësi për të provuar. Shikojmë Brissel me City. Shikon televizin e Gjocit. Është rrethuar nga 3 lojtarë Gjoci, do të me kujdes me pozicionin shtuaj, por ka fall, ka ndërhyrje të parë ndaj me City-t. Vetëm kartoni verdh është për lojtarin ton prej Bibaj në fushë, ndërsa në pankinë është ndëshkuar dhe treni skuadrës tonë. Është një moment ku mund të provojmë shpresoj të marrim më të mirë. Një krosim i fortë drejt zonës, aty ku provon Hidri. Mësia për provuar sërish me Çuçin. Por ka flamur të ngritur, ka pozicion shkruaj. Mbyllet ka hyrë 44 dhe këtu mbyllet pjesa e parë me avantazh të Tiranës minimal, një gol shënuar nga Lamaj, por që vlen shumë për bardhë minutë që do ta mbyllet pjesën e parë avantazh, besoj që pjesën e dytë Partizani bën më të mirë për të shënuar një gol si fillim dhe për të rikthyer në sfidë si e barabartë për të pretenduar për pikët maksimale. Shpresoj të shohim një pjesë dytë më të mirë, më të fortë, më të luftuar nga skuadra e Kuçit. Shih dëgjohet pas një shkëputje të shkurtër. Nasi. Hajde u pocałuj.
Përshëndetje miq të Partizani Channel, rikthehemi me pamjet e pjesës 2 të takimit të javës 4 mes Partizanit të 16 vjeçarëve dhe Tiranës së 16 vjeçarëve. Si shikoni edhe në plan të parë janë gati të hyjnë në fushë 3 lojtarë të kuq, Hasa, Elçeni dhe Marku. Do të marrin vendin e Çuçit, Agallio dhe Gjocit. Pra Hasa me numër 9, Marku me numër 21 dhe Elçeni me numër 66. Pra kemi në fushë tre lojtarë, tre zëvësime të menjëhershme nga kampi i kuq, ndërsa në radhë Tiranës nuk shikojmë të kemi ndërhyrje të paktën deri në këtë çaste tek sistemi pra i federatës, por gjithashtu dhe të gatshëm pranë pakinave nuk kemi asnjë lojtar që do të hyjë në fushën e lojës. Gjithçka bëhet gati, kërkohet vetëm një top që do të niset me shpejtësi drejt qendrës, aty ku Partizani tashmë ka vendosur në fushë shumë një skuadër sulmuese, pra si shikoni. Pranë Hysenit dhe Buçkës do kemi dhe Hasën dhe Markun, dy lojtarë me tipare sulmuese dhe kërkues. Në këtë pjesë të dytë do të japin maksimumin për të ndryshuar rrjedhën e lojës, për të bërë diçka më mirë se në pjesën e parë, teksa vetëm dy momente të rrezikshme regjistrohen në minutat 34 dhe 5. E 34 një pretendim për një penalti në një ndërhyrje pa rregull ndaj Hysenit, ndërsa një minutë më vonë ishte Gjoci që nuk arriti të finalizoi përballë portierit Xizi. E goditi drejt në trup. Gjithsesi shpresojmë që pjesë e dytë të tregomi më të saktë efikase në të gjitha mundësitë që na krijohet. Shikojmë një goditje të një për Partizani, teksa bëhet gati edhe një herë Brisset me City. Ka protestën në pankinën e Tiranës, por që gjyqtarja Kesi Tafili këshillon dhe vendos rregull në atë zonë. Dy lojtarë në mur, pjesa tjetër janë në zonë. Shumë fanella të kuqe, shumë fanella bardhë blu, një dyndje e madhe në një zonë të ngushtë. Po le të shikojmë çfarë do sjellë ky moment. Eksa ka dhe një moment ku duhet ndërhyrja e Tafilit, gjyqtarës, pra këshillon dy lojtarët ai për secilën skuadër. Niset me City drejt zonës, topi goditet nga Elçeni, më pas në hyn portieri Xizi. Një mundësi e mirë për Partizanin. Shkelbon Xizi. Ndryn Elçeni. Edhe një herë Elez Elçeni provon të shtyjë skuadrën përpara. Ky top që shkon në rivenancore i përket bardhë bluve, por që Partizani do qëndroj lart. Kërkohet diçka më shumë nga skuadra jonë në këtë pjesë të dytë. E merr me gjithësi skuadra e Tiranës. Është shumë herët faktikisht për të fituar kohë, pasi është vetëm minuta e 43, pra vetëm 3 minuta e kaluar nga starti pjesë së dytë, ndaj dhe le të shikojmë çfarë sjell kjo goditje. Shkon jashtë kuadratit e Markut ishte. E përvoi Elçeni, ndjes kanë shumë tipara të ngjashme. E numri 66, numri 21, gjithsesi të dy janë për goditës dhe të për potencën që tregojnë në veprimin me
dy luftimet ajrore, por edhe në pjesën e përplasjes fizike. Buçka. Edhe një këmbgul Buçka. Qëndron krah tek Hyseni. E ka në kontroll Fabio. Gjithmonë Fabio Hyseni që provon të dalë vetë, bën mirë gjithmonë Hyseni. Krosimi shkon drejt në duart e Zizit, por edhe një herë Fabio tregohet shumë i rrezikshëm. Provon Tirana tashmë të dalë me numrin 4. Chastli. Hakaj. Ndryshim me City. Tek Buçka tashmë. Vjen me shpejtësi lojtari Tiranës Halili që ndërhyn për një çast. Hoxha e shkakton faul i përket Partizanit që nis me shpejtësi. Topi drejt Hysenit, një prekje lehtë, nuk ka dot të koordinohet, por ka shpejtësinë që mund të bëjë mirë dhe e bën mjaft mirë, fiton të rivjen ansore Fabio. E humbet, por edhe rifiton po vet. Numri 8, autori 4 golave me famellën e 17 vjeçarëve. Jepi kontribut të rëndësishëm, edhe pse akoma nuk kemi shpërblyer me gol, por që në minutat e vazhdim shpresojmë që të realizojmë, të bëjmë diçka më mirë. Bëhet gati Zizi. E dërgon tek Ayazi. Edhe ja Zizi. Chastli. Lamaj. Masha. Blokohet. Fiton të rivjen ansore. Ja doron me shpejtësi. Hasa. Për të mos humbur as një sekond. Dhe bën mirë, pasi rekuperojmë edhe nisemi. Kartoni verdh nëse i merituar. Vazhdon Qerullari të egzagjeroj me pretendimet, protestat. Pra barazohet e numri kartonave për Bibe për Partizan dhe Qerullari për skuadrën e Tiranës. Ndërsa me City edhe një herë do provoj zonën. Sërish me City. Krosimi mirë. Largohet për një çast nga Chasti. Provon Agaliu. Qelemeni. Në kontroll ka Tirana. Qelemeni ndodhet i vetëm me përballë dy lojtarëve, afrohet me City. Është mundësi e mirë për Tiranën. Vjen momenti Hakaj Halili. Bllokim goditje, topi shkon në rrjet. Shënon sërish Tirana. 0-2 në minutën 47. Shënon numri 14 Koçi. Ka një tension, provokim, një moment i panevojshëm që shkon në një përplasje masive. Duhet të ndërhyje e stafeve për të shuar këtë moment të panevojshëm. Shikojmë të që për të hyrë në fushën e lojës dhe numri 14 Bakallin. Por për të ardhur keq, pasi psojmë një gol në këtë mënyrë. Pra 0-2.
Edhe pse në të parën mundësi u blokua, pra arriti Tirana të përfitoi nga i top i mbetur në një hapësirë goditëse ku Koçi e goditi në të parën dhe shënoi pra dhe golin e dytë. Le të shikojmë dhe vendimin e gjyqtarës. Nuk ka kartona të tjerë, të paktën të shfaqur sistem, do të shikojmë momentin e pak çaste më vonë. Hidri, Vinancore. E 50 minutë, kanë kaluar 10 nga kjo pjesë e dytë. Tirana ka shënuar. Dhe golin e dytë. Le të shikojmë kartonat e verdhë që do të vendosen sistem në këto çaste përveç Ajazit. Lojtari i Tiranës me numër 5. Është një moment pauze teksa Buneci ka kërkuar një sqarim me gjyqtaren, pra Tafili për të konfirmuar dhe të pak ndër në këto çaste vetëm Ajazin kemi pra në radhën e skuadrës Tiranës, ai që nisi dhe provokimin, sherin në temën e familjar, edhe pse fatkeqësisht nuk pata përshkallëzim në temën e degenerim. Diçka u mbyll me sukses. Është Tirana sërish e merr iniciativën nga krau i djathtë. Mbyll Demuçaj. Hakaj. Masha largon Elçeni. Hezitojmë shumë. I jap mundësi Tiranës, por tashmë është mundësia për provuar. Shikoni, Hyseni, nisën edhe djathtë gjithmonë Fabi Hyseni, vjen në ndihmë dhe Marku. Hyseni provon zonën. E ka në kontroll Hyseni, një pasim duhet në momentin e fundit dhe shikoni, ndërhyn. Mbrojtja e Tiranës është edhe Çasti i cili ndërhyu. Po vërtet shumë e rrezikshme ky moment, në minutën 52 për të ngushtuar rezultatin. Gjithsesi do të vijojmë të pretendojmë më shumë nga ç'duhet tek aftësitë, fuqitë të skuadrës tonë, pasi minutat kalojnë shumë shpejt, ndaj dhe skuadra do të reflektojë, besoj më shumë tek forcat e veta. Niset krosimi drejt zonës. Provon me këktesën, ndërhyn Xizi. I saktë shtrëgohet në këto çaste Xizi. Tjetër moment i mirë. Krosimi. Provon edhe me pas se topi shkon sërish Xizi. Tjetër moment. Sërish Xizi tregon vendimtar për skuadrën e Tiranës që shmang një gol pothuajse të vullosur në atë pozicion goditës. Krosimi drejt shtyllës parë e tashmë me qetësi e merr. Por fatkeqësisht nuk japi forcë duar, por dhe do të thënë ndërhyjet të vendimtarë dhe portierit të Tiranës ka shmangur 2 gola të sigurt. Demuçaj. Hasa. Edhe një herë niset Demuçaj për Buçkën. Elçeni nuk ka largon siç duhet Çasti, por e provon tashmë duke dërguar në Vinancore. Shkojmë te Bakallin të gatshëm të hyrë në fushën e lojës për disa minuta, shndron pranë trajnerit të skuadrës Ermar Serjanit. Elçeni.
E rregull këtë ndërhyrje Hasa. Buçka. Dënohet, fiton të faull. Tashmë sërish një tjetër moment i panevojshëm. Por interesant është fakti që Tirana është në avantazh në 2 gole dhe vijon të atencionoj situatën në këtë mënyrë të panevojshme këto veprime. Le të shikojmë vendimin e gjyqtares Tafili. Është kartoni kuq. Është kartoni kuq për Ayazin, i cili e kishte një karton të verdhë më parë. Tirana pra tashmë që do të luaj me 5, me ndjes me 9 lojtar, me 10 lojtar. Duhet ta shikojmë pasi në fush janë të gjithë lojtarët, nuk e kuptojmë kartoni për secilin ishte, por u drejtua tek Ayazi që si shpreson që Webit na ofroi. Halili është i verdh, vetëm Halili është i ndeshkuar me verdh. Nuk e kuptojmë atë karton të kuq për cilën u dha edhe një herë shkon Casey Tafili. Një moment i pakuptueshëm. Nuk ka karton të kuq, thjesht karton i verdh për Halilin. Është krosimi drejt zonës, largon në mbrojtja e Tiranës. Provon një herë skuadra e bardhë e blu. Një kundërshtim i shpejtë, një mundësi e mirë për përfituar. Shikoni ka hapësira, vrapon Demuçaj. Afrohet edhe numri 2 Mesiti që është shumë i shpejtë dhe bën mjaft mirë. Brisel Mesiti jep qëtësi lojës Partizanit dhe kjo ndërhyrje e rrezikshme edhe një herë nga bardhë e blut. Pra nuk ka karton të kuq të paktën nga sistemi, por e çuditshme pasi në dorë Caseyt u shfaq një karton, ka qenë një gabim pasi ndërhyrja ishte e Halilit, ndaj dhe e ka korrigjuar, e ka rekuperuar pra atë rikthyer atë vendim të para pak minutash duke vendosur vetëm një të verdhë për Halilin. Përbon Partizani tashmë me të gjitha mundësitë nga kroi Majt Buçka. E ka Hidri. Këmbgul Partizani. Arrin Tirana me sukses të rekuperojë këtë top dhe të nisë skuadrën të Majt. Tek Lamaj. Vjen ndim dhe Hasa. Ndërhyn prej Bibaj. Buçka shkakton faull të çaste. E madje ndeshkohet Buçka, Orez Buçka. Zverdhet për atakimit teksa janë duhet një herë të shikoj këtë moment pasi Halili për Tiranën është ndeshkuar me kartonin kuq, pra është rikthyer vendimi nga i verdhët kuq. Duke kërkuar ndjes për këtë moment, por që të hasën përshirësi në informacion që nga jep Webi pra. Tirana do të luaj me 10 lojtar. Pas daljes me karton të kuq të Halilit, tashmë mundësia e Partizanit për të shfrytzuar minutën e vazhdim. E përsi numerike si në këto çaste teksa Hasa bën mirë. Heziton në pasime, ka në kontroll me forcë mban. Vjen dhe Hyseni. Largohet në forcë rivini ansori për këtë Partizanit, Mesiti ka pranë Elçenin. Gjithmonë Elçeni. Një prekë tokë me kokë shkon tek Hasa.
i cili kërkon të pasimin tek Hyseni, por i përket Tiranës. Shkam shumë se 11 minuta, por dhe kohën shtesë do ta konsiderojmë. Do të dënim për Partizanin, por ishte një moment ku gjyqtarja mund të lejonte të avantazh, gjithsesi një goditje dënimi në këtë pozicion, edhe kjo do ishte shumë e favorshme për Partizanin për të shënuar të paktën një gol në këto minuta. Pra janë 6 kartona të verdhë dhe një kuq. Hyseni 60 minutë luhet. Gjithmonë rezultati 0-2. Lamaj në 30 minutë të pjesës e parë dhe Koçi shënoi tashmë në minutë 47. Pra. Niset Hyseni, vetëm një lojtar në mur, por që shpresat janë tek krosimi. Është në shtyllën e parë, ndërhyn Xixi, e më pas kjo goditje që bllokohet. Provon të dalë Tirana. Arrin me farë mënyre. Tashmë do të tregon kujdesun, shikoni ka hapësira nga krau i majt, duhet të dalë për tjetër Hoxha. E më Djetovi shkon drejt zonës së tij. Një pasim jo i mirë i lojtarit të Tiranës, por që tashmë Partizani do provojë një herë nga Hyseni. Lëviz mirë, e mban më shumë, e dorëzon Masha. Kemi hyrë në minuta emocionuese. Hyseni niset, mundësi e artë për Partizani, shikoni Hyseni, pasimi, goditja e pabesueshme. Çfarë bën Marku? Çfarë ka bërë Marku në këto çaste? Pothuajse me portën e boshatisur, shikoni lojtarët të shtrirë për tokë, dorëzuar nga ky moment, teksa Marku nuk ka arritur dot të dërgojë në rrjet një asist nga Hyseni. Rastet e pafund të skuadrës tonë, regjistrojnë plot 8 raste shënimi të mira. Nga minuta e 34 kemi filluar me goditje të një pas një 34, 35, pjesën e dytë, 42, 43, më pas 3 raste të rrezikshme në të 52 deri në 54 të 3 ndërhyrje të Xixit, e më pas ky moment flagrant ku Marku nuk arriti dot ta godiste në mënyrë më të mirë. Për të ardhur keq, kjo situatë teksa dhe ashtu si në takimi 15 vjeçarëve ku shpërdoruam shumë raste shënimi. Kryet për të zënësimi në radhë skuadrës kuqe është Buçka, i cili ka lënë vendin e Bakalli, pra në fush kemi Bakalli numër 14. Shpresoj që bëj diçka më shumë me kraun e majt. Bakalli i freskët, e teknik, e ndësi e mirë për Partizani, shikoni. Hasa për Bakallin, e ka në kontrol. Provon dhe njerë Hasa. Sërishën të majt është Bakalli, afrohet Elqeni, lëvizje e mirë e Bakallit. Shikoni ka hapësira Elqeni. Drejt zonës, provon një lëvizje, nuk ka një gjithësi këmgullin që ndrojmë të gjithë për para. Ja minuta vërtet interesante, teksa Qelemeni lëviz mirë. Me City, e godet me forcë, topi që devijohet më pas, pa besueshme dhe njëherë në trupin e Markut. Ka një pretendim për një top të prekur me dorë nga tribunat të paktën, asgjë pretendon tek radha e Partizanit në fush. Një top që shkon në fundore, me qetësi e merr Xixi. Këmgull Qelemeni, është Elezi, ndjes, provon Partizani, shkelmo me forcë Tirana.
Tashmë Shelememi. Edhe njëherë Elçeni, por nuk arrin, është Qirollari më i vendosur. Lejohet avantazhi, Koçi, gjithmonë Koçi. Po ky pasim që mbyllet nga Prebibaj. Masha. E dërgon tek Xixi. Duhet ta sulmojmë të top deri në fund. Marku vrapon. Mazniku. Ederson. Tek Bakalli. Hidri. Pasimi drejt Hysenit. E kontrollon mjaft mirë. Lëviz rrotullohet Hyseni, gjithmonë Hyseni provon në goditjen. Hyseni godet, bllokohet. Bën gjithçka mjaft mirë Fabio, por do të thënë që ka konsumuar shumë energji. Ka vrapuar shumë. Hasa. Mes City. Me qëtësi tek Hasa. Edhe njëherë ja rikthen me City. Por i forti top. Çelemeni. Për Prebibaj. Topi drejt një zone ku do të sulmoj Hidri dhe bën mjaft mirë, shikoni mundësia për provuar. Ai nuk besoi tek ai top. Jon Hidri, tashmë Bakalli. Duhet ta ulim të top. Goditje një për Partizanin. Kemi hyrë në 5 minutët e fundit. E me përsipër Elçeni ka një goditje potente, një goditje të fortë. Kemi parë shumë gola të bukur. Por do të presin në këto momente. Pra Mazniku ka marrë vendin e Lamajt. Tirana do të bëhet gati për një tjetër zëvendësim. Koçi është jashtë fushë. Do bëhet gati Dani, por tashmë e gatshëm Dani me numër 66 pra. Del nga fusha autori golit të dytë. Le të shikojmë. Vetë kjo një goditje drejt portës, apo një krosim, një skem. Elez Elçeni me të djathtën e tij na ka dhuruar gola emocionues. Por një mur i lartë, një distancë konsiderueshme, por edhe një pozicion jo shumë i prirët. Por shpresojmë që Elçeni të tregoti sakt me të djathtën e tij. Niset Elez Elçeni. E topi që shkon gjithë me shtyllën. Është një goditje këndi. Vjen këngull Partizani në rast se të pafund në kërkim të golit, por që prekja e fundit është e Hysenit. Shkon në fundore. Dhe i përket Tiranës që e merr me qetësi. Provon Hasa. Nuk arrin, gjithsesi me City e mbrëm më fort, lëviz mirë me teknikën e tij, shtyp skuadrën përpara. Tjetër lëvizje Hasës. Nuk arrin dot të gjej Hysenin, duhet ndërhyrja e me Cityt, por nuk ka mjaftuar. Tashmë Bakalli. Një prekje lehtë, Hidri. Elçeni. Gjithmonë Elçeni. Pasim drejt zonës ku ndoi Marku. Tashmë Bakalli. E ul mirë. E ka në kontrol, gjithmonë Bakalli, mund provoj vetë Bakalli, por në fund e dorëzon. Lehtësisht këmgull Partizani, Hidri. Niset skuadra kuqe me të gjitha forcat e saj drejt zonës së Tiranës. Hyseni, lëvizje e mirë. Ka penalti! Është 11 metrash për skuadrën e Partizanit. Është minuta 69 dhe skuadra kuqe ka mundësinë më të artë për të ngushtuar rezultatin, teksa Fabio Hyseni me lëvizjet e bukur ka fituar 11 metrash.
Niset Partizani. Është Johan Hidri. Le të shikojmë se kush do të marrë përsipër këtë moment decisiv, teksa kemi hyrë në minutën e fundit, por do ketë shumë kohë shtesë, të paktën në atë që kemi parë, ndalesat e të gjitha. Niset Hyseni, është besuar Hysenit për ta ekzekutuar këtë 11 metrësh në një fraksion mjaft të rëndësishëm të lojës. Hyseni përballë Xixit. Vetë gati themi lojtari më i mirë në radhën e skuadrës së Partizanit në këtë sfidë. Një lojtar që ka dhuruar shumë për këtë skuadër, por tashmë shpresojm të shpërblehet për atë punë, atë ders. Merr shumë kohë kjo penalti, ky moment teksa kërkohet që të ekzekutohet në centimetrat e duhura. Niset pra Fabio Hyseni. Fatkeqësisht nuk e kemi mësuar dhe kohë është shtesë, por që sfida bëhet mjaft interesante. Hyseni përballë Xixit. Fabio Hyseni. Ego Dede çon në rrjet, ngushtohet diferenca në 1-2. Por duhet të rikthehemi në fushë, të rikthehemi. Ky moment tensioni sërish në rrjet, aty ku Partizani kërkon me nxitim për të kapur topin. Një moment i pakuptueshëm teksa Xixi bëhet precedent dhe shkak edhe ndeshkohet me karton të verdh. Zverdh për atakimin përveç kartonit të kushte Halilit. Kemi edhe Xixin me karton të verdh. Le të shikojmë dhe sa minuta derbi bëhet mjaft i bukur, emocionues këtu në Arenën e Demave. Vazhdon të ketë një komunikim mes stafit të tjerë anësve, drejtues e pankinës dhe Kesit Afilit. Shpresoj që Partizani të bëjë maksimumin në aksionin në momentin e parë që do të ketë top në kontroll. Por së pari Tirana kërkon të marrë kohë duke kryer një tjetër zëvendësim, teksa shikojmë dhe numrin 20 pra në fush Alimeti dhe ka marrë vendin e numrin 29 Lamaj, autori të golit parë. Vërtet ndërthuese këto momente, ky aksion, ky moment, ky minutë në Arenën e Demave, teksa Partizani ka hapur sfidën, por shumë vonë. Kam bërë dëmtuar një çast lojtari i Partizani, por nuk na shkon për shtat. Duhet të nisim me shpejtësi, duhet të ngrihemi në shtopi jon. Nuk është, e di që është një moment i rëndësishëm në lojës, por që me City e ka pësuar goditjen dhe ngrihet ngadalë. Por që kemi hyrë në minutën e 4 dhe duhet të provojmë me të gjitha forcat për një tjetër aksion, të paktën të dalim një barazim nga kjo sfidë e luftuar me City.
Shikon përpara, kërkon i vetëm. Bën mjaft mirë, por pasimi nuk është i dur. Gjithsesi Partizani qëndron përpara. Qelemeni. Elez Elçeni. Bakalli për edhe një herë për Elçenin. Një top i gjatë që dorëzon drejtën e duart e portierit Zizi. Fiton kohë Zizi. Tashmë kërkohet riniset. Elçeni, Bakalli. Demuçaj. Gjithmonë Demuçaj. Nis Markun në të majt. Provon Marku në çdo mënyrë. E arrin Marku, fiton të rëvjenësore. Tashmë do të drejtohemi drejt zonës për të hedhur një top të gjatë, por preferon shkurt për Hasan. Gjithmonë Hasa. E mbron me forcë. Demuçaj. Humbasim shumë lehtësisht në një moment ku do jemi ne ato që do kërkojmë të luftojmë në çdo mënyrë. Është lodhur shumë se vrapuri, por Prediba i ndorin saktësisht tashmë. Për të ardhur keq. Mënyra se si e humbasin topin në një moment shumë të rëndësishëm, të tregon të përgjegjshëm për çdo pasim dhe të guximshëm për të rrezikuar, për të provuar. Hyseni. Shikon mbështetjen e skuadrës. Këtë top drejt Bakallit. Provon Ayazi, lëviz mirë Ayazi. Nuk i ndal Bakalli, nuk duhet shkaktojnë faull, sido që të jetë. Do të lejmë Tiranë të luaj. Është Ayazi që lëviz mirë. Mbyll gjithçka me saktësi. Elçeni nis Partizanin. Gjithmonë Elez Elçeni, pasimi drejt Hidrit, edhe një herë Elçeni ndron krah, ka hapësira për Markun që mund provoj, por ka flamur të ngritur. Fatkeqësisht nuk vendoset mirë Partizani në momentin e dur, pasimin e dur. E tashmë le të shikojmë nëse do të lejoj sërish ndonjë minutë më shumë gjyqtarja Kesi Tafili. Qelemeni. Duhet ngrimi me forca, edhe pse mund të ndjen dhimbje. Kërkon një top në shpejtësi, si për fat të keq, aty ku dhe Partizani kërkon dhe fati nuk është më të një top që shkon drejt jashtë stadiumit. Shkon një top, shkon drejt Zizit. Duhet i ushtrojmë presion në portierit e Tiranës. Hasa. Bakalli. Kërkohet Hyseni. Qelemeni tashmë në duel me sulmuesin e Tiranës. Arrin për një çast Qelemeni. Hakaj rrotullohet. Fiton kohë pret pjesën tjetër të skuadrës. Këmbgul Hakaj. Elçeni. Pa besuar nuk arrin, por ka flamur të ngritur me të drejtë. Niset Partizani. Një mundësi e fundit kjo. Por duhet të mbështeten nga të gjithë. Bakalli e dorëzon lehtësisht, por fiton sërish për një çast. Pretendon për gjithçka Bakalli. Luaj që vjen normalisht. Të dy skuadrat të lodhura, të dorëzuara, të raskapitura nga kjo sfidë shumë e gjatë e së munduar, por që duhet të luftohet deri në fund. Sidomos Partizani që është në shtëpinë e saj dhe që ka e përsi numerike teksa Tirana për disa minutash vjen të luajë me 10 lojtarë. Hyseni për Markun. Tashmë është edhe një Hyseni. Demuçaj. Bakalli. Edhe një Demuçaj. Mesiti. Shtym përpara Partizani. E kalon tek Hasa.
Krosimi drejt zonës, largohet për një çast. Elqeni nuk e merr siç duhet, provon ta mbajë, e ka në kontroll Elqeni. E kalon tek Bakalli. Minuta 79, kjo goditje shkon jashtë kuadratit, por është devijuar dhe shkon në këndore. Mundësia e fundit për provuar nga goditja e këndit. Teksa po mbyllet minuta 79, sapo ka hyrë minuta 80. Le të shikojmë. Do të përsëritet. Tashmë kemi hyrë në kohën shtesë. Minuta emocionuese. Prej shumë minutash, prej minutës 55 Tirana vuan nga kartoni kuq, por që Partizani duhet të luftojë me çdo mënyrë. Marku. Gjithmonë Marku. Demuçaj. Elqeni. Top shumë i fortë i Elqenit, e dorëzon lehtësisht. 5 minuta shtesë. Duke kërkuar ndjes për sa përket kronometrimit, më kujtoj që skuadra apo grupmoshat e 16 vjeçarëve zhvillojnë nga 40 minuta për secilën pjesë, ndaj edhe 5 minuta të fundit emocionuese këtu në arenën e Demave, me Partizanin që është hedhur e tërë duke kërkuar barazimin e sfidës. Kemi pasur raste, kemi pasur mundësi, por që faktikisht nuk kemi arritur të marrim maksimumin. Gjithsesi mund të arrijmë në këto minuta të mbetura. Elqeni, një top i përhidrin, një fort dhe ku shumë i fort, nuk e kontrollon dot forcën e tij, 7 larti. Vërtet shumë potencial, por duhet të dërgohet me i brisht në lehatimin e topit për të dhënë ato pasimet më të buta, më të ëmbla për lojtarët që kërkojnë, pasi nuk i mungon fantazia, dëshira e madhe. Numri 66, Elez Elqenit, që është një nga lojtarët më potent të Partizanit. I top që nuk shkon tek Bakalli është Tirana që provon sërish në të djathtë. Dani, Këngul Dani, vjen Qelemeni, i cili dërgon tek portieri Hoxha. Shikon lart Hoxha. E ka një herë Qelemeni. Elqeni. E dyta minutë shtesë. Mesiti, shumë i lodhur, por vazhdon të rezistojë në çdo mënyrë. Mesiti. Ja dhe Hasa. Bën mirë, por duhet të luhem më thjesht në këto minuta. Pasi jemi në disavantazh, nuk kemi kohë më për të humbur. Duhet të afrohemi sa më shumë zonës, ta godasim portën në çdo mënyrë për të siguruar të paktën një pikë që do ishte shumë e merituar. Duhet gati dhe Isaku për të hyrë në fushën e lojës në radhën e skuadrës së Tiranës. Teksa drejtohet minutës së tretë, pra. Shtesë del nga fusha e lojës kapiteni Hakaj. Edhe njërë Mesiti provon Hasa. Mesiti, krosimi me njëhershëm drejt Bakallit. Provon Demuçaj tashmë. Qelemeni kalon tek Demuçaj. Pritet krosimi i tij. Bakalli. Rrotullohet, lëviz mirë, kërkon hapësirën. Gjithmonë Bakalli në një zonë të ngushtë, por e dorëzon në fund duke i dhënë mundësi Tiranës për provuar një kundërshtim. Është i freskët Isaku, por Qelemeni tregon i vendosur Isaku duke dorëzuar topin tek Hoxha. Pre Bibaj. Elqeni. I top shumë i fort, shkon drejt e duart e portierit. Zizi, që do të thënë ka qenë nga më të mirë të radhës skuadrës së Tiranës.
me pritjet e tij vendimtare të njëpasnjëshme. Elqeni fiton një faull në mesin e fushës. Edhe njërë Partizani që do të provoj në këto minuta vërtet të emocionuese, pasi ka nisur dhe minuta 5 shtesë. Qelemeni, krosimi drejt qendrës, provon Hidri, është devijuar, provon dhe Xixi, por nuk arrin dot të zhgodhijë këndi për Partizanin. Nxiton Hyseni, vërtet drejtëruese, edhe pse jemi në futbollin mosha, por përjetimi shumë i madh këtu në Arena Dema, jo vetëm nga komendi, gabina këtu, por edhe nga tribunat, të gjithë në këmbë, të gjithë në pritje të një momenti decisiv, por shikoni, grushton Xixi, por më parë topi ka kaluar vijën fundore. Fatkeqësisht nuk ishte krosimi më i mirë në momentin e duhur, teksa jemi në minutën e fundit. Hyseni provoi me një krosim të brendshëm, por që shkoi jashtë vijës fundore. Le të shpresojmë nëse do të lë disa sekonda më shumë gjyqtarja Kesi Tafili, por me sa duket jo, nuk ka më kohë, mbyllet tu. Derbi fiton në Tirana e 16 vjeçarëve me rezultatin 1-2. Por edhe një herë pa dashur të quajmë një humbje të merituar, por një humbje për të ardhur keq, për mënyrën se si u zhvillua, se si përfundoi. Por ky është futbolli. Shpresoj që të kemi marrë leksione të duar pas kësaj sfide. Shpresojmë që të ngrejmë kokën dhe të ringrimë në sfidat e ardhshme, pasi kampionati sapo ka filluar, luhet vetëm java e 4, ndaj dhe Partizani 16 vjeçarëve dhe të gjithë grupmoshat nën 16 të bëjnë më mirë dhe të rikthehen aty ku i takon, pra Akademisë Partizani, lart e më lart. Faleminderit që na keni ndjekur në këtë transmetim të gjatë, duke filluar me 15 vjeçarët e tashmë me 16 vjeçarët. Unë ju uroj shikim të këndshëm në transmetimet e Partizani Channel. Shihem në transmetime të tjera.